Min pyetja raset, desha me bën një pyetje mbrëm tu kënu do ka zën gjumi edhe sun e kam bën jet. As s'kum mujt mi kry do. Po agjerimin nuk e kam prish, am pranohet. Secilin besimtar që e zë gjumi dhe nuk mund zgjohet në syfyr dhe i ik koha e syfyrit dhe zgjohet pasi që i koha e sabahut, ai duhet të vazhdon agjerimin dhe mjafton niyeti i tij i mbrëmjes kur ka qenë para se ta zgjumi se ka prit syfyrin tan syfyr për të qenë niyet për agjerim. Ande ulemat kanë thonë se niyeti për agjerim është dy formësh. Ose e bën në fillim të Ramazanit për tan Ramazanin dhe kjo i mjafton, ose e bën çdo natë. Po cili është niyeti që e bën çdo natë? Me vetë faktin që ti e kurdis saatin që zgjohesh kohën e syfyrit, kjo është niyet. Me vetë faktin që ti e mendon të zgjohesh kohën e syfyrit, kjo është niyet. Pra niyeti është vendimi që e merr besimtari në zemrën e tij për ta bërë një vepër. Edhe çdo vendim që ti ke bën zemrën tonë për të zgjuar për syfyr është niyet, ke ngrënë elhamdulillah, në tek ka bereqet. S'ka arrit ngrënë syfyrin, atëherë vazhdon agjerimin pas syfyr, do ta kesh pak më vështirë, po Allahu të ndihmoj deri në iftar inshallah tash problem për mundin dhe sakrificën që e bën duke agjeruar pa syfyr.